në krye të policisë së shtetit është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëror i tyre. Ky drejtor Matriksi, ta quajmë kështu, edhe dje apo pardje arrestuar një bashkëpunëtor ti trafikant dhe u bën reprezalje tek oficerët e policisë që arrestuan atë për lirimin e tij. Shqipëria pra është e tëra. Rendit dhe siguria në Shqipëri janë absolutisht në dorë të krimit. Krimi urdhron emërimin e drejtorëve, urdhron shkarkimin e tyre, krimi urdhron emërimin e deputetëve, si tyrbja ka shumë e shumë tyrbe të tjera